A doli aty? Si jam? Jemi në këtu udhëtimin ton tek libri i veçantë i libri Romakëve. Edhe na pëlqen që ta shohim fjalën e Zotit varg për varg. Një autor ka thënë, është fjala e Perëndisë është mjalti i qiellit që na është dhuruar. A nuk dëgohet? 1 2. Okej, tani erdhi. Është mjalti i qiellit që na është dhuruar. Në fakt të gjithë mund të kalojnë për kram mjaltit, por të pakët janë ata që e marrin dhe e shijojnë. Edhe kjo është bukuria e çmuar e fjalës së Zotit. Na është dhënë si dhuratë prej qiellit. Dhe Gjoni thot në fillim ishte fjala ishte pranë Perëndis dhe fjala ishte Perëndi. Dhe fjala u bë mish, vazhdon dhe thot, dhe banoi ndër ne. Dhe më pas fjala e Perëndis na erdhi e gjallë dhe e shkruar kështu, që të mund të shohim, që të mund ta shijojmë, ta përjetojmë. Është shumë interesante që ne si persona, Zoti na ka dhënë imagjinatën, na ka dhënë mendjen, na ka dhënë logjikën. Edhe pa fjalën e Zotit, nuk e di se ku do të mund na çonte mendimi, ëndrat, dëshirat tona, kuturu, tamam si në një, si të notosh pasi Titaniku është përmbytur dhe ti nuk di ku të shkosh, vetë se harxhon gjithë forcat dhe energjinë tënde në një drejtim pa destinacion. Por kur merr fjalën e çmuar, kur merr mjaltin e qiellit dhe shijon në shpirtin tënd, në qenien tënde, nuk mbetet vetëm informacion aty jashtë, nuk mbetet thjesht lajm nga diçka tjetër, edhe diçka tjetër, por ti e kupton, ti e shijon që është ajo që shpirti yt ka dëshiruar shumë. Në reklamat që bëhen për një produkt, përpiqen në forma të ndryshme për të treguar se sa i mirë është produkti, por çelësi nuk është tek reklama. Çelësi është kur ti të shkosh dhe ta përjetosh edhe ta shijosh. Fjala e Zotit nuk ka për të thënë asnjë gjë më tepër vetëse kur të merret dhe të shijohet në shpirtin dhe në qenien tënde. Prandaj përpiqemi ta shohim varg për varg. Prandaj duam të ketë sa më pak njerëzore dhe sa më shumë nga fjala e çmuar e Perëndis. Prandaj kemi zgjedhur që përveç se thjesht të shohim tema të ndryshme, të mund ta shohim varg për varg fjalën e çmuar. Dhe jemi tek kapitulli 8 i Romakëve, vargjet 5 deri në 11. Dhe do të shohim disa aspekte sot, në fakt, që ta kuptojmë pak si pasazh, kam menduar për të bërë pak një hyrje disi pak më të gjatë, por për ta parë pak më mirë kuptimin e Perëndis. Te ky pasazh do të shohim shumë fjalën frym dhe bëhet fjalë për frymën e Perëndis, fryma e shenjtë. Edhe lind pyetja, po çfarë është fryma e shenjtë? Kush është ky person? Çfarë do të thotë kjo pjesë, fryma e shenjtë? Në fakt përballemi me fjalën fryma e shenjtë që te libri i parë i Biblës, te libri i Zanafillës, te kapitulli 2 kur thotë fryma e Perëndis, në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën, dhe vargu i dytë vazhdon dhe thotë dhe fryma e Perëndis. Dhe vazhdon deri në kapitullin e fundit, tek libri i fundit i Biblës, që na përmendet përsëri fryma e Perëndis. Fjala e Perëndis na tregon në gjithë që nga fillimi deri në fund, në të gjithë 66 librat që ka, na tregon për një person i veçantë që quhet Ati. Na tregon për një person i veçantë tjetër që quhet Biri. Na tregon dhe për frymën e shenjtë. Në fakt Triniteti është një mësim biblik sipas të cilit Perëndia është një, jo numerikisht, por në unitet. 3 persona të barabartë dhe të përjetshëm. 3 persona të ndryshëm, Ati, Biri, fryma e shenjtë. Secili prej tyre është me të vërtetë Perëndi. Nuk është Ati më shumë Perëndi se Biri. Nuk është fryma e shenjtë më pak Perëndi se Ati. Janë prej një esence, secili prej tyre është me të vërtetë Perëndi. Por ata janë të dallueshëm dhe së bashku formojnë një unitet në një thelb të vetëm hyjnor. Çdo antar i Trinitetit është një soi i denjë. Wow, edhe nga e dim këtë gjë, sepse na zbulon ky mjalti i qiellit, një Perëndi në 3 persona. Të krishterët besojnë në një Zot, jo në 3 Zota.
Triniteti është besimi se ky Zoti vetëm zbulohet si tre persona të dallueshëm dhe të ndryshëm. Një në thelb, një në esencë, por tre persona, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, nuk janë tre perëndi të ndara, por secili prej tyre me të vërtet perëndi. Në fakt, fjala Trinitet nuk ndodhet në Bibël, por na tregohet në fjalën e Perëndisë që Ati është perëndi, Biri është perëndi, Fryma e Shenjtë është perëndi. Në fakt, koncepti zbulohet përmes shkrimeve të shenjta, siç është pagëzimi i Jezusit tek Mateu 28:19, kur Jezusi thotë shkoni dhe pagëzoni në emrin e Atit, Birit dhe të Frymës së Shenjtë. Deklaratat e Gjoni 10:30, unë dhe Ati jemi një. Por shumë interesante në fakt është nga ka dalë ideja e Trinitetit. Në fakt, do ta kuptojmë pak, kam përpikur përmes diagramit të mund ta cilësojmë pakas. Çfarë do të thotë? Ati nuk është Biri. Biri nuk është Fryma e Shenjtë. Ati nuk është Fryma e Shenjtë. Janë tre persona të ndryshëm. Por në të njëjtën kohë, Ati është Zot. Biri është Zot, Fryma është Zot. Dhe të tre janë një në esencë, por janë të ndryshëm në role. Këtë na mëson shkrimi. Dhe njerëzit thonë, wow, po kjo më shkatron mendjen. Po, madje edhe profetët kur e merrnin këtë mesazh nga fjala e çmuar e Perëndisë dikur, mendja e tyre nuk dinte ku të bazohen në logjikën njerëzore. Një nga veçantitë e mrekullueshme të fjalës së Zotit të Biblës, unë e them shpesh, një nga mrekullitë e Biblës është që fjala e Zotit, ky mjalti i qiellit që na është dhënë, është shkruar për 1500 vjet, 40 autor, 3 kontinente, 3 gjuhë, një temë. Edhe tërsa ju dha dhe ju zbulua secilit prej nesh, prej personave që e morën, prej profetëve, u dha për ne për të shijuar se çdo të thotë të njohësh krijuesin, Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë. Nuk është një libër i bërë me një logjikë njerëzore për të na shpjeguar se thonë njerëzit si është kështu Perëndia, tre nuk e kuptoj, po patjetër që nuk e kupton, sepse ndryshe do të ishe edhe ti Perëndi. Por shkaq i mistershëm. Miq, ne jetojmë në një botë që vetëm kur Covidi erdhi, e gjunjëzoi botën një virus kaq i vogël. Edhe shkencëtarët u vunë në lëvizje dhe nuk e dinin çfarë të bënin. E si mundet ne, kaq të kufizuar, të limituar, të njohim thellësitë, dhe Zoti na ka dhënë këtë shije në mrekullueshme, këtë mjaltin e qiellit. Zhvillimi historik, pak histori të futur, doktrina u formalizua, ky mësim u bë më formal dhe u doli fjala Trinitet tek Këshilli i Nikeas 325 vite pas Krishtit. Por nuk do të thotë që nuk është Triniteti. Triniteti është më shumë në fjalorin ton të përditshëm. Trinitet do thotë tre në një. Prandaj thash, fjala e Perëndisë na është zbuluar, nëse nuk e qef ta thuash Trinitet, mos e thuaj Trinitet, por duhet ta thuash që Ati është Perëndi, Biri është Perëndi, Fryma është Perëndi. Nëse do të lexosh Biblën, nëse do të studiosh Biblën, edhe do të endesh dhe do të thotë siç thot Martin Lutheri, teksa u përballa me Trinitetin, mendja ime nuk mund të qëndronte dot, por mbeti pezull. E njëjta gjë është me ty dhe me mua. Prandaj kjo është bukuria e mjaltit të qiellit, sepse na jep atë gjë që shpirti yt mund të ngopet aq sa ka nevojë. Fryma e Shenjtë është ndoshta antari më i padukshëm në thonjza i Trinitetit për sa i përket të menduarit dhe njohurive të njerëzve. Në fakt, cila është vepra e vërtetë e frymës? Çfarë bën Fryma e Shenjtë? Çfarë po arrin ai? Çfarë na thot Bibla rreth Frymës së Shenjtë? Do kemi pak një vëzhgim shumë interesant nga fjala e Perëndisë nga Bibla, një vëzhgim gjuhësor. Në dhjatën e vjetër, para ardhjes së Krishtit, të gjithë pjesët e dhjatës së vjetër, na është shkruar në 2 gjuhë dhjata e vjetër. Është shkruar në hebraisht dhe në aramaisht, disa pjesë. Dhe fjala për Frymën e Shenjtë në fakt është ruah në dhjatën e vjetër në gjuhën hebreje. Dhjata e re, që është një paralele, pastaj për fjalën frym do të kemi fjalën pneuma, që përdoret edhe për sot për kur je i ftohur nga mushkrit pneumatologji që thonë, është pneuma, frym. Dhe të dyja këto janë fakt kanë fjalën ajër, një lëvizje. Kjo është ideja e konceptit njerëzor. Dhe ky është qëllimi i fjalës shpirt, është një lëvizje, është një forcë
por është person, mos e haro këtë pjesë. Kuptimi themelor i ruah në Dhjetën e Vjetër është për një shpirt, një fuqi, energji, forcë, jetë, por jo një gjë jo personale, pra është person në të njëjtën kohë që ka këto karakteristika. Që do thotë ka ndjenja. Tek Veprat e Apostujve, mos gënje frymën e shenjtë, mos e trishtoni frymën e shenjtë. Pra këto nuk mund të trishtohet energjia. Prandaj koncepti i energjisë nuk është thjesht ajo që ne mendojmë dhe forcë, por është më tepër se sa kaq. Kur të thuash ruah Yahweh, fryma e Perëndis në hebraisht, po flet për fuqinë e Perëndis, gjithë forcën e Zotit. Tek Mikea, kapitulli 3 vargu 8 thotë: unë përkundrazi, thot autori, jam plot me forcë të frymës së Zotit, me drejtësi dhe forcë. Të mbushesh me frymën e Perëndis do thotë të mbushesh me fuqi. Një shkrimtar thotë ruah i Perëndis është përthimi i Perëndis, fuqia e papërmbajtshme me të cilën ai përmbush qëllimet e tij, qofshin krijuese apo shkatëruese. Kur flet për frymën e Perëndis, po flet për një person që është në thelb shprehje e fuqisë së madhe të Perëndis, energjisë hyjnore, një fuqi që është aq e madhe, pafundme dhe pa kufizuar sa vetë emri Perëndi. Është fryma e Perëndis që krijoi ushtritë e qiellit. Psalmi 33:6, me anë të ruahut e kam vendosur, kështu që ta kuptojmë pak. Perëndia krijon ushtrinë e qiellit. Kjo është fuqi. Në një moment nuk ka asgjë te libri i parë i Biblës. Dhe vetëm pas një momenti që vepron fryma e Perëndis, kemi një univers të mbushur me trupa që lëvizin në orbit. Kemi mikron dhe makron, kemi planetet të tëra, kemi qelizat të tëra. Kjo është fuqia e frymës së Perëndis, ruahut. Është fuqia që jep energji gjyqtarëve si Othelit, Samsonit tek Gjyqtarët 3 apo 14. Është ruahu i Perëndis, është fuqia që i ka profetët e tij dhe i merr dhe i çon dhe i lëshon në një vend tjetër. Hapeni Biblën në Sedonja Ezekieli 3:11, letra e parë e Mbretërve 18. Fryma e shenjtë nuk e kufizon fuqinë e tij vetëm në krijim. Ai nuk e kufizon fuqinë e tij vetëm në një shkatrim, sepse ai krijoi dhe ferrin. Megjithse ka prova në Shkrimin e Shenjtë për të dyja këto. Po për sa na përket ne si besimtar, për ata që kanë besuar në Krishtin, fuqia e tij, thot Bibla, jeton brenda atyre. Tani kjo pamje madhe, imagjino pak, Perëndia kur ti beson në Krishtin, vjen dhe brenda banon. Wow, kjo është mahnitse. Te 1 Korintas 12 na tregon se fryma e shenjtë na vendos në trupin e Krishtit. Na dhuron të gjitha mundësitë për të bërë të gjithë shërbesën që ai na ka mundësuar të bëjmë dhe pastaj të gjithë pim prej tij. Do thotë se ai banon përgjithmonë brenda nesh. Shumë interesante në fakt, përpara ardhjes në Pentakost, në Dhjetën e Vjetër, ruahu ose pneuma, fryma e Perëndis ishte me ta. Pas Dhjetës së re, pasi Krishti vdiq dhe u ringjall, është në ne, nuk është më me ne, por është në ne, është më brenda teje, është një çështje plotësie, pasurie. Çfarë bën ai në këtë shërbes? Nuk ka më krijim të botës materiale. Vepra e tij tashmë është një krijim shpirtëror. Ai krijon jetë shpirtërore, konvertim, rigjenerim, ai shenjtëron, ai pajis, ai dhuron, ai thret, ai prodhon fryt, ai siguron fuqi. Dhe kur flas për fuqi për të ecur, për të nderuar emrin e tij në këtë botë, për të qenë aroma e Krishtit. Kur fryma e Perëndis vjen, këto nuk mbeten vetëm fjalë të një libri shekullor, por këto bëhen fjalë jete për shpirtin tënd, të vetmuar në këtë botë. Nuk e dini se keni parë një pamje të tillë. Janë 6 njerëz që po shkojnë të varrosin një person. Edhe e parë me X-ray, që quhet kjo me, si ta thoshim, me grafi, do shikosh 6 skelet që mbartin një të shtatë. Kur ne nuk besojmë në Perëndin, kur ne nuk njohim Krishtin, ne nuk jemi vetë se kadavra, ku foma që ecim përkohësisht në këtë botë. Që vetëm është vetëm pa kohë derisa dikush tjetër, një kadavër tjetër, do të mbajë ty mbi supet e tij.
Fuqia e shfaqur nga fryma e shenjtë, fuqia e ushtruar nga fryma e shenjtë në jetën tënde është një fuqi shumë e madhe, aq e madhe sa e merr këtë kadavër shpirtërore dhe e transformon duke i dhënë jetë, duke bërë të mundur që shpirti i tij të rilind. Prandaj tha Zoti tek kapitulli 3 i Gjonit Nikodemit, Nikodem, ti duhet të lindësh përsëri, dhe Nikodemi ishte plak në moshë, mjaft i ditur. E i tha, si të lind, unë jam i vjetër. Po, i tha, ti duhet të lindësh përsëri. Wow! Edhe kjo është rilindja shpirtërore ku shpirti yt takon Perëndin, njeh krijuesin, dhe çdo dëshirë, çdo pasion, çdo ëndër ndryshon formën, ndryshon motivin, ndryshon destinacionin, bëhet për të nderuar emrin e tij të shenjtë. Nëse kupton gjendjen tënde përpara se të shpëtohesh, do të kuptoni se sa e madhe është kjo forcë, i vdekur në shkelje dhe mëkat, i verbër ndaj së vërtetës së Perëndis, korrupsioni thellë deri në palc, madje përtej palcës. Një kufom që ecën përkohësisht, dhe kjo është diagnoza e të gjithë qenieve njerëzore para se të besojnë në Krishtin. Dhe këta janë të shumt, dhe ndoshta janë edhe këtu me ne sot. Tek fjala e Perëndis përsëri kemi një pasazh shumë interesant tek Ungjilli sipas Gjonit. Edhe është një nga pasazhet që mua më pëlqen kaq shumë. Një dishepull që Zoti e donte kaq shumë, Lazari kishte vdekur dhe Zoti Jezus nuk shkon, heziton të shkojë ndërsa ishte i sëmur, dhe shkon pasi ai kishte vdekur. 4 ditë kishte që derdhje tashmë në varr. Dhe kur shkon zia që e madhe, sepse ishte në moshë të re, gjithë njerëzit ishin mbledhur dhe Zoti Jezus thot, le të shkojmë tek varri. Shkon tek varri dhe bën një nga thënjet më të çuditshme që ishte për njeriu të dëgjonte. Hiqeni gurin. Dhe në atë kohë varroseshin në për guva dhe vendose një guri madh. Është si të thuar sot, hapeni varrin pas 4 ditësh. Gjithë njerëzit u shtangën, disa fillon të përqeshnin dhe tallnin çfarë është ky. Në fakt njëra prej motrave të Lazarit i thot Jezusit, Zot ai bie erë tashmë, sikur nuk e dinte Zoti Jezus. Edhe ai tha Jezusi, a nuk e di që unë jam ringjallja dhe jeta? Edhe një fuqi e madhe vjen mbi mëkatin e vdekur dhe jep jetë, dhe pastaj fuqia shenjtëruese të çlirohet për të luftuar dhe përmbysur korrupsionin që është tek ai. Kjo ndodh njësoj me ty kur ti beson në Krishtin. Ndodh mrekullia, si nuk e dim. Zoti foli një fjalë, Lazar dil jashtë. Dhe Lazari doli me petkat e tij të vdekjes, të varura në trupin e tij. Dhe Jezus i thot dhe një shprehje tjetër, hiqeni këto petka dhe jepini të hajnë. Dhe kjo ndodh me shpirtin tënd kur beson në Krishtin. Ti rilinde dhe je në procesin e të hequrit të këtyre petkave të vjetra, të cilat shpeshherë të bien erë dhe të vjen ndot dhe turp. Dhe një ditë e njëjta fuqi do të krijojë në ju një person të ri të përshtatshëm për jetën e përjetshme në qiell. Kjo fuqi është e mahnitshme. Miq, kam qef tani duke pasur këtë pamje të kalojmë pak në lidhje me frymën e shenjtë, se si fryma e shenjtë bëri të mundur që ky libër i çmuar, ky mjalti i qiellit të vi tek ne. Te 2 Timoteu 3:16 thot autori, i gjithë shkrimi, jo vetëm një pjesë, por i gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia. Te 2 Pjetri, kapitulli 1 vergu 21 thot, njerëz të shtyrë nga fryma e shenjtë folën nga ana e Perëndis. Vini re këto folje se janë shumë të rëndësishme, frymëzuar, të shtyrë, dhe si ta kuptojmë këtë gjë? Një njeri ulet për të shkruar. Ai ka idenë e tij, mendimet e tij, predispozitat e tij, parakushtet e tij. Ai ka gjëra që janë interesante dhe të rëndësishme për të, dhe ai do të shkruaj. Dhe papritmas, ja vjen fryma, ruahu i Perëndis, dhe shpërthen mendjen e atij njeriu dhe fjalë për fjalë shkatron gjithçka përveç asaj që fryma e shenjtë dëshiron që ai të shkruaj. Është një forcë e dhunshme, në thonjza, që mbizotëron të gjithë mendimet e atij njeriu, të gjitha prirjet, ambicjet, dëshirat e atij njeriu, dhe atij mbetet vetëm ky realizim krejtësisht dërmues, sa ai duhet të shkruaj vetëm një gjë. Dhe kjo është ajo që fryma e Perëndis dëshiron dhe e përmbush shpirtin e tij.
Kjo është fuqi për të mbizotëruar ignorancën njerëzore. Te kalon këtë pjesë duke i çuar ata drejt së vërtetës, fuqi për të mbizotëruar paragjykimet e tyre, preferencat e tyre në mënyrë që ajo është një libër, kur vetë fjala e Perëndisë është aty. Miq, nuk është një libër i thjesht filozofik, sepse filozofia e botës e përmend dikush tjetër këtë thënie, ka pyetje të mira, po përgjigje të gabuara. Filozofia e botës nuk është gjë tjetër, thot një autor, që është vetë se të shikosh në errësirë një zezak që ndjek një mace të zezë. Nuk të çon kërkund. Davidi thot tek 2 Samueli 23:2, fryma e Zotit foli nëpërmjet meje dhe fjala e tij ishte në gjuhën time. Çdo shkrimtar i shkrimit të shenjtë, të 40 autorët reduktohen vetëm në atë që fryma e shenjtë dëshiron të thuhet, duke mposhtur kufijtë e njohurisë njerëzore, mençurinë njerëzore, kuptimin njerëzor dhe më pas duke u përqendruar pikërisht në atë që fryma Ruahu donte që të thoshte. Tani, duke pasur këtë në mendje, kalojnë pakës këtu. E njëjta vepër e fuqishme, mahnitse, ndërshekuj, që është kryer tek besimtarët e ndryshëm, merr kontrollin për të fuqizuar, orientuar edhe ty, besimtarin më të thjesht në këtë botë kur beson në Krishtin. Dhe kjo është vetëm për ata që janë në Krishtin. Nuk është për të gjithë. Janë vetëm ata që janë në Krishtin. Gjoni 16:13 Zoti Jezus bën një premtim interesant. Ai do t'ju udhëheqë në të gjithë të vërtetën. Dhe pak më parë Zoti Jezus thoshte, zemra juaj mos u trondit, besoni në Perëndin, besoni në Atin. I Zoti Jezus na thotë që nuk do t'ju lë vetëm, nuk do t'ju lë bonjak, por do t'ju jap frymën, do dërgoj ngushëlluesin, këshilltarin, shoqëruesin, që do të jetë brenda teje, jo thjesht jashtë teje. Tani mos harroni, kjo frymë vjen dhe godet zemrën dhe shpirtin tënd dhe rigjeneron jetën. Dhe në atë çast, dëshirat e tua nuk janë më kaq të vogla. Nuk është thjesht të jetoj një jetë të këndshme, të rehatshme, me një shtëpi të mirë, me ca të ardhura të mira, të luftoj për këtë. Këto nuk janë gabim, por janë shumë pak. Nuk e ngopin zemrën e njeriu. Është shumë pak. Kur ti njeh Krishtin, ti ke një pamje shumë më të madhe dhe këto janë vetëm disa vogëlsira që patjetër që është e nevojshme për të plotësuar, por nuk bëhen këto qëllimi i madh i jetës. Qëllimi i madh i shpirtit tënd është të njohësh Krishtin, sepse do të vijë një nga 7 ditë të javës kur do të dalësh përpara Krishtit dhe vetëm përpara Tij. O, sa e bukur ka për të qenë ajo ditë, na thuhet në fjalën e çmuar të Zotit, kur vdekja do të transportojë në praninë e mrekullueshme të Krishtit. Prandaj një besimtar nuk e ka frikë vdekjen. Imagjinoni pak, Lazarin pasi u ringjall fizikisht, thot një shprehje shumë të bukur në Bibël. Njerëzit jo të duhur, jo të mirë, bënin komplot për ta vrarë. Dhe një autor thot kështu, si mund ta tremje Lazarin, duke i thënë do të vras? Lazari do të thoshte, po unë isha i vdekur, dhe ai më dha jetë. Si mund ta tremje Lazarin? Absolutisht në asnjë lloj forme. Prandaj kur ti njeh Krishtin, komplet përqasja e jetës, përqasja e vështirësive, sfidave të kësaj jete, nuk është më jotja, por është Ruahu i Perëndisë, është fryma e Perëndisë që të mundëson për të ecur përpara. Kur fryma e shenjtë lëviz me fuqinë e Perëndisë, njerëzit do të shpëtohen, do të shenjtërohen në udhëtimin e tyre, do të bashkohen, fuqizohen për adhurim, shërbim dhe bindje ndaj shkrimit. Ata do të jenë koherent, racional, të menduar, të rregull dhe besnik ndaj fjalës, sepse kjo është vepra e tij. Nuk është ndryshe fjala e Perëndisë. Interesante është që vepra e frymës së shenjtë janë 3 aspekte që kisha qejf që të shohim nga ky pasazh i jon. Na rilind, na shenjtëron në këtë udhëtimin ton dhe na ringjall. Dhe do t'i shohim pak te ky pasazh që ne kemi së bashku. Tani duke pasur gjithë të pamjen në mendje, le të zhytemi pak tek pasazhi që kemi sot. Dhe thot autori, se ata që janë sipas mishit e kanë mendjen te gjërat e mishit, ndërsa ata sipas frymës e kanë mendjen tek gjërat e frymës.
se mendësia e mishit është vdekje, por mendësia e frymës është jetë dhe paqe. Nga që mendësia e mishit është armiqësi ndaj Perëndis, sepse nuk i është nështruar ligjit të Perëndis dhe sepse as nuk mundet. Dhe ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë Perëndis. Por ju nuk jeni në mish, por në frymë, nëse vërtet fryma e Perëndis banon në ju. Por nëse ndokush nuk ka frymën e Krishtit, ai nuk është i tij. Por nëse Krishti është në ju, vërtet trupi juaj është i vdekur për shkak të mëkatit, por fryma është jetë për shkak të drejtësisë. E nëse fryma e atij që ringjalli Jezusin prej së vdekurve banon në ju, ai që ngjalli prej së vdekurve Krishtin Jezus do të bëjë të gjallë dhe trupat tuaj të vdekshëm nëpërmjet frymës së tij që banon në ju. Le ta shohim pak. Një besimtar, një shembull shumë i mrekullueshëm është si një cop guri, që Zoti që është një skulptor i mrekullueshëm, zgjedh dhe merr nga tufa e madhe e gurëve që mund të jenë vërdall dhe fillon përmes atij guri pa vlerë të krijojë një vepër mahnitse. Dhe kjo është mrekullia dhe bukuria e shpëtimit. Kur Zoti të merr nga rrugëtimi tënd, edhe fillon dhe të skalit, fillon të përdor, të ka zgjedhur, të ka marrë përmes gjithë asaj turme të madhe të gurëve për të krijuar një vepër të mrekullueshme me qenien dhe me shpirtin tënd. Çfarë do thotë kjo fjala mendësi? Se na tregoi shpesh këtu mendësia e frymës, mendësia e mishit. Në fakt është selia, është qendra e të gjithë ndjenjave, aftësive mendore, shpreh çdo formë të aktivitetit mendor, çdo gjë në aktivitetin mendor, emocional apo vullnet, çdo kombinimi i emocioneve dhe i vullnetit, është mënyra se si perceptohet, janë syzet që kemi për të parë formën e botës, për të parë kuptimin e gjërave. Kjo është mendësia, mënyra se si ne i perceptojmë, mendojmë, ndjejmë, dëshirojmë, okay? Tani duke pasur këtë mendësi, ai thotë ka dy kuptime kjo mendësi, ose kjo mendësi e ime dhe jotja do të jetë nënshtruar nga mishi dhe pas ka dhe një mendësi tjetër nga ruahu. Si puna e asaj që folëm të autorëve në Bibël. Personi që nuk është i shpëtuar, që nuk beson në Krishtin, dominohet nga një mendësi e qëllimshme dhe kontrolluar nga mishi. Tani më lejoni të them një gjë që është shumë e fortë, por është e vërtetë. Nëse do të shikosh në Bibël, ka vetëm dy lloj njerëzish në këtë botë. Njerëz që nuk besojnë në Krishtin, që janë të pashpëtuar, dhe njerëz që besuan në Krishtin dhe janë të shpëtuar. Njerëzit mendojnë po Krishti erdhi 2000 vjet më parë, po përpara Krishtit çfarë ndodhte me njerëzit? Bibla e bën të qartë që prej fillimit, që në momentin e Adamit dhe Evës kur ata mëkatuan, Zoti i tha Adamit dhe Evës që nga ju do të vijë shpëtimtari dhe Zoti bëri premtimin e parë aty dhe që prej aty të gjithë të zgjedhurit shikonin drejt së ardhmes, besuan drejt të ardhmes. Ishte i njëjti Zot që i tha Abrahamit, shko merr fëmijën tënd të vetëm, Isakun, dhe therre për emrin tim për mua, ofroje si flijim. Dhe çfarë bëri aty? Në momentin që Abrahami do të godiste me thik të birin e vet, Zoti i thot ndal, dhe Zoti siguron change-in. Në fakt nëse të hapësh dhjatën e vjetër, të gjithë ata që besuan pan për këtë change-in e ardhshëm, pan për këtë zëvendësuesin, kërkuan me gjithë mishë me shpirt. Ne mbanim mend nga radha e parë folën për Jobin, që ishte libri i parë i shkruar në Bibël. Edhe çfarë thoshte Jobi? Oh, sa do të doja një ndërmjetës që do të hidhte njërin krah tek Perëndia dhe njërin krah tek unë për të më paqtuar me Perëndin. E pra këtë ndërmjetës që shpirti dhe qenia e Jobit e dëshironte kaq fort, Zoti e siguroi pas një farë kohe në kohën e dur. Dhe ne në këtë pjesë të historisë shohim nga pas njerëzit përpara ardhjes së Krishtit shohin në të ardhmen të dy palët në besimin e tyre përqëndrohen tek flijimi i Krishtit. Ky ishte i vetmi burr që ndau historinë njerëzore në dysh. Ka parë shumë burra kjo tokë, por vetëm njëri që ndau historinë njerëzore në dysh, para dhe pas Krishtit. Ka shumë njerëz që thonë unë jam ateist apo shumë gjëra të forta, besime të ndryshme. E pra ata persona përsëri shkruajnë në kalendarin kur
datojnë diçka 2025, edhe ateisti më i madh shkruan vitin 2025, por a pyesni që ajo datë është një dëshmi që ka 2025 vite nga kush? Ka 2025 vite kur Zoti na vizitoi. Dhe të pakët janë ata që e besuan dhe ecin. Po çfarë është mishi? Kjo mendësia e orientuar, e inkurajuar, e drejtuar nga mishi, nuk është vetëm trupi fizik, nuk është vetëm ajo që mund të prekësh dhe të shohësh, është komplet njerëzimi yt, është njerëzillëku yt i tërë që është i rënë, është rënja e tij që nuk mund të rregullosh, nuk mund ta rregullosh me anë të edukimit. Interesante është që njerëzit më të edukuar kanë drejtuar gjithmonë botën dhe bota është lëmsh. Njerëzit më të edukuar, ata me kollaro janë ata që bëjnë më tepër vrasje, sesa njerëzit e pa edukuar. Nuk është çështje edukimi, është çështje në brendësinë e egos së personit, është në thellësinë lind me njeriu e keqja, sepse ne trashëgojmë, pam nga era e kaluar, nga Adami, kemi që nga paraardhësit tanë, si trashëgojmë shumë gjëra të tjera, dhe trashëgojmë dhe natyrën mëkatare. Vargu thoshte se ata që janë sipas mishit e kanë mendjen të gjërat e mishit, ndërsa ata sipas frymës e kanë mendjen të gjërat e frymës. I nënshtrohemi me dëshirë ligjit të Perëndis. Ne jemi në gjendje të bëjmë këtë me anë të frymës së shenjtë dhe madje mund t'i pëlqejmë Perëndis. Imagjinoni pak Enokun, është një personazh në Bibël, në librin e parë të Biblës, dhe mos harroni, vetëm pak kohë pas Enokut, Zoti shkatroi gjithë planetin Tokë duke shkatruar çdo qenie të gjallë që jetonte, sepse synimet e mendimeve të zemrës së njerëzit nuk kishin asgjë tjetër vetëse e keqja, dhe kjo në çdo kohë, thot fjala e Perëndis. Wow. Dhe Enoku nuk jetoi në parajs toksore. Enoku ishte nga të paktë që eci me ngusht, kaq ngushtësisht me Perëndin. Ai e kënaqi Perëndin aq shumë. Ti mendon se wow, se jeton në vështirësi, nuk e parë gjë akoma. Imagjinoni pak Noeun, i vetmi besimtar në gjithë rrezullin toksor të asaj kohe. Sa i vetmuar ishte në gjithë qenien e tij, e pra zemra e tij bekonte shpëtimtarin. Ai e kënaqi Perëndin aq shumë sa një ditë bëri një shëtitje me Perëndin, dhe Bibla thotë që Perëndia e mori direkt e në parajs Enokun. Çdo të thotë të ecësh me Perëndin, do thotë të bindesh ndaj asaj që Perëndia dëshiron, do thotë të komunikosh me Perëndin, ke një prirje të re, ke një drejtim të ri, ke një ndikim të ri kontrollues në jetën tënde, që është fryma e Perëndis. Autori i shkrimit të shenjtë që duhet i bindemi në jetën tonë, dhe jo vetëm për të na udhëzuar, por jeton në ne për të na fuqizuar që t'i bindemi atij. Dhe i njëjti person që frymëzoi këtë autor, merr këtë fjalë dhe i jep jetë shpirtit tënd dhe të ushqen zemrën dhe qenien tënde. Dhe çdo të thotë gjërat e frymës që na përmendet këtu, gjërat që janë të çmuara për frymën, të cilat do të ishin të njëjtat gjëra që do të nderonin, mbajmë mirë, emrin e Krishtit. Ka shumë njerëz që kur bëhen besimtar, mendojnë se janë qendra e universit tashmë, mendojnë se ata Zoti do t'ju bëjë masazh jetës së tyre, mendojnë se Zoti tani do të jetë si një xhin deglambe e Alladinit që vetëm e fërkon dhe do të dalë dhe do të plotësojë dëshirat e tua. Absolutisht gabim. Fjala e Perëndis na tregon që kur ti beson në Krishtin, ti me dëshirë bëhesh një skllav i Krishtit. O, sa bukuri është të qenit një skllav i Krishtit, kur fjala e çmuar e Perëndis, siç thot Bibla, banon në enë prej balte, si ti dhe si unë. Ti ke një fuqi të re kontrolluese. Ne nuk mund të jemi më në pushtetin e mishit që është vdekja, por ne jemi, thot vargu 6, në pushtetin e kësaj fryme. Por çdo të thot fjala mish, kjo thjesht vdekje. Kjo është arsyeja pse çdo gjë që bëjnë njerëzit e pari për të rirë, ata që janë të pashpëtuar, quhet tek Hebrejt 9:14, vepra të vdekura, sepse ato janë të vdekura. Te 1 Timoteu 5:6 thot ajo që jeton në kënaqësi është e vdekur ndërsa jeton. Po shifnim dje një film të vjetër me Robin Williams, ku ka shumë pasion dhe dëshirë të bëhet mjek. Edhe është një moshë që nuk është sa studentët e tjerë, është më i vjetër, nuk e di nëse e keni parë disa prej jush, por ka një moment që pasi
i goditet fort ëndra e tij, sepse personi që ai do shumë, ajo vajza vritet nga një person tjetër, sepse ky besonte që gjithmonë tek njeriu ka diçka të mirë dhe ajo filloi të besonte këtë gjë dhe ajo shkon për të ndihmuar një person i cili do ta ekzekutojmë pak më vonë dhe ky shkatrohet gjithë nga brëndësia e vet. Dhe fillon dhe bën një bisedë me Perëndin ku kishte një problem shumë të madh që nuk pati një ndalesë. E di se çfarë ishte tek një geremine e madhe, një hapësirë e pafund me male gjelbërimi dhe po bënte një bashkëbisedim në atë zemërimin e qenies të tij dhe të shpirtit të tij me krijuesin, edhe i tha: "Ti na krijove, ti na ke sjellë në këtë botë kaq të vështirë, ne vuajmë, ne vdesim." Edhe i thotë një shprehje: "Ti nuk ja vlen." Edhe kështu do të ishte vërtet nëse midis këtyre ngjarjeve që ky person po citonte, do të harronte atë përfshirje të Zotit. Nuk ja vlen do të ishte për çdo besim tjetër që kërkon që të rrobtohesh për të. Por ky person nuk njohu kur veprën shpëtuese të Krishtit, sepse Perëndia për shkak të mëkatit, për shkak se unë dhe ti rebeluam, i tham Zotit: "Hik dhe më lër në udhëtimin tim jashtë Edenit, në udhëtimin tim në shkretëtir, ku janë nxim jetën njëri tjetrit për shekuj me radhë." Ai vjen dhe nuk na lën në këtë shpellën tonë, por vjen për na treguar, për të shpëtuar, për të vdekur, për të ringjallur dhe për të treguar pamjen e madhe se si ka kuptim jeta kur bëhesh me të, jo vetëm për këtë kohë, por dhe atë ditë, atë një nga ato 7 ditë e javës kur do të mbyllësh sy, do të shkosh me të në përjetësi. Dhe ty dhe mua, kur besojmë në Krishtin, na është dhënë një jetë shpirtërore dhe tani kemi atë jetë sepse kemi bërë paqe. Je në paqe me Perëndin. Mos harroni, si thoshte tek ligji i kanunit Lek Dukagjinit, gjakun e la shtëpia e atij që e ka bërë, e ka ba, po nuk e them mirë unë. Nuk e lan personi vetëm, është në gjithë shtëpinë dhe kështu ra mbi gjithë shtëpinë tonë njerëzore gjaku, sepse u hym në gjak me Perëndin. Por Zoti nuk na la për shkak të Krishtit, ai bëri kurbanin e madh. Por nuk jeni në mish, thotë fjala e Zotit, por në frymë. Nëse vërtet fryma e Perëndis banon në ju, por nëse ndikush nuk e ka frymën e Krishtit, ai nuk është i tij. Por nëse Krishti është në ju, vërtet trupi është i vdekur për shkak të mëkatit, por fryma është jetë për shkak të drejtësisë. Tani kam disa pika këtu që kam qejf që t'i kuptojmë, edhe dhënë Zoti që do të kemi sy për ta parë. Dëgjoj pak. Nëse Krishti çfarë po na thotë këtu, është që nëse Krishti është në ty, okay, edhe pse trupi është i vdekur, thotë, pra ka një vdekje në trupin tënd, ka një parim vdekje në trupin tënd për shkak të mëkatit. Zoti bëri një premtim, ti do të vdesësh dhe nuk ka pasur burrë nënën në këtë botë që nuk i është nënshtruar kësaj pjese. Kjo nuk ka për të ndryshuar deri ditën që do të shohim Perëndin ballë për ballë, por fryma juaj është e gjallë për shkak të drejtësisë së Perëndis. Është mbuluar fjalë për fjalë me drejtsinë e llogaritur të Krishtit. Personi juaj i brendshëm, personi që ti je, që jeton në atë trup, ju jeni të gjallë me anë të jetës së përjetshme i Zoti na ka dhënë, por trupi nuk do të rregullohet këtu poshtë. Trupi është si kostumi. Këtë kostum të ka dhënë Zoti, këtë veshje të ka dhënë Zoti përkohësisht, por ti që mendon, ti që ndjen, ti që dashuron, ti që uren, ti je personi që Zoti rilind kur takohet me ty dhe hap zemrën dhe shpirtin tënd. Vinire si thot tani, e nëse fryma e atij që ngjalli Jezusin prej së vdekurve banon në ju, ai që ngjalli prej së vdekurve Krishtin Jezus, dëgjoj mirë, do të bëj të gjallë edhe trupat tuaj të vdekshëm nëpërmjet frymës së tij që banon në ju. Tani më lini pak t'ja u shpjegoj pak se është kaq e mbush shpirtin tënd dhe timin sa është magnica. Shikoj pak. Adami dhe Eva për herë të parë varrosën fëmijën e tyre, Abelin, të cilin e vrau vllai i vet. Okay? Morën dhe varrosën fëmijën e tyre. E dhimbshme, vdekja e parë në botë nuk ishte vdekja e një plaku, nuk ishte vdekja e një gruaje të vjetër, ishte vdekja e një të riu. Vdekja e parë në këtë botë ishte vdekja e një të riu.
Okay? Dhe shumë e dhimbshme kur prindi varos fëmijën. Në fakt, kur të vdes prindi dhe je i vogël, quhesh jetim. Kur të vdes bashkëshorti apo bashkëshortja, quhesh i ve dhe e ve. Nuk ka gjuhë në planetin tokë që të përmend me një fjalë të vetme se si quhesh kur të vdes fëmia. Okay? Dhe kjo ishte vdekja e parë. Dhe çfarë bën ata? E morën dhe e varosën. Po nga e dinin ata që duhej varosur, sepse Zoti i tha Adamit, nga dheu je bërë dhe në dhe do të kthehesh. Dhe kjo gjë vazhdon dhe sot e kësaj dite. Pa e ditur, normalisht, ka qartë fjalën e Perëndis, të gjithë ne bëjmë të njëjtin ritual. E varosim, sepse nga dheu jemi bërë dhe në dhe do të kthehemi. Por e vërteta është se dita e vdekjes son, për ata që është besimtar, është më e mirë se dita e lindjes tënde, sepse herën e parë ne thjesht lindem në mëkat, por herën që vdesim do të rilindim në përsosmëri, në përsosmërinë e shenjtë, në përjetësi me Krishtin, dhe ky jeti nuk është një ëndër, është një realitet. Edhe pse trupi vdes, fryma jeton përgjithmonë, por një ditë kur do të vdesësh, jo nëse, po kur do të vdesësh, shpirti yt shkon në qiell kur beson në Krishtin, i pranishëm me Zotin. Njerëzit thonë ishte njeri i mirë, a e dini që feri është i mbushur plot. Jezusi tha është e gjerë rruga që të çon në humbje dhe e ngushtë rruga që të çon në jetë. Dhe nëse kupton qimet e trupit tënd, nuk rrin dot rehat, sepse kjo bëhet fjalë për ty. Mos bjerë në rahatin e turmës, po ishte njeri i mirë. Fjala e Perëndis thotë që kushdo që nuk ishte, ne sapo e lexuam në fillim fare, në librin e jetës, u hodh në liçenin e zjarrt, dhe libri i jetës është libri i qengjit, ku embri i atij që beson në Krishtin u shkrua me gjakun e çmuar të Krishtit në përjetësi, dhe kur nuk ka për të fshihur më. Wow. Por një ditë kur të vdesësh, shpirti yt shkon i pranishëm me Zotin, nuk do të shkosh në harres, nuk do të shkosh në purgator, nuk do të shkosh në një vend pritjeje, do të shohësh Zotin Jezus ball për ball. Nuk ka purgator, Bibla nuk flet për purgator, këto janë ëndrat e dëshirat e njerëzve. Bibla nuk flet për në një vend tjetër, por për besimtarin Bibla thotë që në momentin që ti do të vdesësh, mbyll syt në këtë botë dhe hap syt në sekond. Si i tha Zoti personit që ishte në kryq me të, ti sot do të jesh me mua në parajs. Fjala e Perëndis të thoshte në fakt shumë interesante, është por do të jesh në frym pa trup deri në ringjalljen e fundit. Çfarë është kjo? Nuk është përmendur shpesh, por Bibla na e tregon këtë pjesë dhe kjo është kaq shpresë për shpirtin e njeriu dhe qenien e tij. Bibla na flet për një ringjallje përfundimtare në fund fare. Okay? Siç u ringjall Zoti Jezus në trupin e tij, kështu do të ndodh dhe me besimtarët dhe me jo besimtarët. Çdo trup që ka jetuar, çdo njeri që ka jetuar në këtë planet do të rimarr trupin e vet në përjetësi me Perëndin për lavdi apo në përjetësi në ferër për dënim të përjetshëm. Dhe si do ta bëj ai këtë? Po ata që janë vdiqën në det, u tretën dhe nuk kanë as kocka as gjë tjetër. Është Perëndia, Ruahu, patjetër që mund ta bëj me anë të fuqisë që ai ka demonstruar. Këtë na thot fjala e tij, nëpërmjet frymës së tij që banon në ju, një ditë fryma do të rikrijojë të njëjtin person, por të përshtatshëm për qiellin. Ju thoni, a do të zbres ai në varr? Shpresoj që të mos jetë tretur plotësisht deri në ditën kur do të ndodhë kjo ngjarje. Nuk do të ketë rëndësi. Perëndia ka formulën. Në thonjza, ai e di se çfarë është një ti i përsosur dhe dita ribëj në të përsosur. Ai do të rikrijojë të gjithë shenjtorët e të gjithë historisë, kushdo që besojë në Krishtin. Kjo është vepra e frymës së shenjtë, kjo është vepër për të cilën ai duhet lartësohet, duke na çliruar nga mëkati dhe vdekja, duke na mundësuar të përmbushim ligjin, duke na transformuar natyrën tonë, duke na dhënë një trup të lavdruar që do të banojë përgjithmonë në qiell. Çfarë është puna e mendësisë? Qofshin fëmijë, të rinj, të rritur apo pleq. Kush është mendësia jote? Edhe çështja është nëse ti beson në Krishtin, mos haro, ke jetën me të. Prandaj, çfarë drejton jetën tënde? Çfarë motivon
kur qohesh në mëngjes, a janë gjërat e përkohshme të kësaj bote, apo është më shumë, jo këto, por më shumë se sa kaq. Kur ti bëhesh besimtar, dëshira e shpirtit tënd është të nderosh emrin e Perëndis me mendime, me dëshira, me sfidat e tua, dhe ti kërkon në lutjen tënde personale krijuesit tënd Krishtit, duke thënë Zot, në këtë ditë, pavarësisht vështirësive që jam, më bëj që të jem aroma e Krishtit. Zot, kjo nuk është vështirësia ime që unë po përballem, por je ti Zot përmes meje. Prandaj thot Pali, kur unë jam i dobët, jam i fortë. Nuk është e lehtë për ta thënë, por është e bukur për ta përjetuar. Le të lutemi. O Atë, vërtet goja jo nuk është e denjë të përmend emrin Zot, sepse nga balta u bëm dhe baltën dëshiruam kaq fort në lidhje me qenien tonë më tepër se lavdin tënde. Sepse egoja jon kërkoi dhe u inkurajua kaq shumë nga fjalët e Satanait kur i tha Evës, ti do të bëhesh si Perëndi, dhe ende vazhdon në motivin e qenieve të miliona e miliona njerëzve në brendësinë e tyre. Unë jam Zoti i vetvetes, unë jam Zot, bëhu Zot, bëhu ti drejtuesi, dhe të gjitha këto shprehje që na ngren veten tonë në një piedestal të lartë, o sa mjeran që jemi. Dhe të falenderojmë Zot që është vetëm fryma jote që na hap syt për të parë këtë gjë. Të falenderojmë Zot që nuk na ke lënë në këtë shpellën tonë, por të falenderojmë për fjalën e qiellit, për mjaltin e qiellit që na u dha. Dhe të lutem Perëndi, na mëso që të jemi besnik për ta dashur shumë shkrimin tënd, jo thjesht për të marrë informacion, por për të jetuar jetën, për të qenë i vetmi burim motivimi, i vetmi burim mendimi, dëshire, ëndre që do të instalohet në qenie dhe në shpirtin ton. Të falenderojmë Zot për Krishtin Jezus që nuk na lë në këtë baltën tonë, në këtë katraurën tonë që ne bëjmë çdo ditë dhe kemi bërë për shekuj me radhë në gjithë brezat. Por të falenderojmë Zot që në këtë humbjen tonë erdhe, u bëre si një prej nesh, madje vdiqe në duart e atyre që krijove, për të na dhënë shpëtimin e përjetshëm, sepse ti je një Zot i drejtë dhe nuk mund të mbyllësh një sy dhe të bësh një vesh qorë dhe shurdh. Por faleminderit Perëndi që je një Zot i drejtë dhe drejtësia jote u përmbush në Krishtin, dhe tashmë drejtësia e Krishtit vishet tek ne, ndërsa mëkati ynë shkon te Krishti për të marrë dënimin që duhet, sepse drejtësia jote përjetshme kërkon shpagim, ashtu njësoj si dashuria jote përjetshme kërkon shpagim, dhe të dyja këto gjëra o Zot plotësohen vetëm në ty, në Krishtin, në birin tënd. Prandaj na mëso që të jetojmë përmes frymës tënde për të nderuar emrin e Krishtit, për të dashur emrin e Krishtit gjatë gjithë ditëve të kësaj jave, pavarësisht se çfarë do të sjellë kjo javë, pavarësisht se çfarë ti ke lejuar që të ketë kjo javë. Na mësoj që të duam dhe të jetojmë për të. Në emrin e të Cilit unë lutem. Amen.